Në paraqitjen e parë pas festave të fundvitit, kryeministri Hristijan Mickovski nuk e ka përjashtuar mundësinë që të zhvillojë takim me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për të kërkuar debllokimin e procesit të emërimit të avokatit të popullit, i cili në kuvent është bllokuar për shkak të mungesës së 2/3 të votave dhe shumicës së badinterit. Mickovski nuk përmendi emra, por tha se gjatë kësaj periudhe do të takohet me deputet dhe grupe deputetësh për të tejkaluar këtë problem. Duke kërkuar debllokimin e proceseve, Mickovski tha se ky proces ndikon në mënyrë direkte edhe tek raporti që përgatitet nga Komisioni Evropian dhe nëse dikush dëshiron ta sheh Maqedoninë si shtet të Bashkimit Evropian, duhet të mbështesë këto propozime të qeverisë. Në periudhën që vjen do të diskutojmë me më shumë deputet dhe grupe parlamentare për të tejkaluar ky problem. Vlerësojmë se duhet të tejkalohet sepse është pjesë e raportit që përgatit Komisioni Evropian për përparimin e Maqedonisë si vend, dhe në rast se të gjithë duam që të ecim përpara dhe nëse të gjithë kemi dëshirën që Maqedoninë ta shohim si vend të barabartë në kuadër të BE-s, atëherë nuk shoh arsye se pse një vendim i tillë të mos mbështetet. Procesi i emërimit të avokatit të popullit në kuvent është bllokuar nga muaji korrik i vitit 2025. Shumica parlamentare propozon që Faton Selami nga Tetova të ulet në karrikën e avokatit të popullit, të lënë bosh nga Naser Ziberi për shkak të pensionimit, por i njëjti nuk është i pranueshëm për opozitën. Veç emërimit të avokatit të popullit, numri i madh i ligjeve për të cilat nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, por edhe badenteri janë bllokuar në kuvent për shkak se shumica parlamentare nuk ka numër të mjaftueshëm të deputetëve që kanë të drejtë vote të dyfisht në kuvent.